Në Vlorë ka nisur një tjetër investim i rëndësishëm në infrastrukturën rrugore i cili pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në përmirësimin e jetës së banorëve dhe zhvillimit të zonës. Bëhet fjalë për rekonstruksionin e rrugës së Kuzum-Babas, një segment i rëndësishëm që prej vitesh ka qenë problematik për shkak të amortizimit dhe mungesës së kushteve të përshtatshme. Kjo rrugë nuk shërben vetëm për komunitetin e zonës ku jetojnë shumë familje, por ka edhe një rëndësi të veçantë shpirtërore por edhe turistike, pasi të çon drejt tejqes së Kuzum-Babas dhe i gjyshatës Bektashiane, vende këto të shenjta që vizitojnë gjatë gjithë vitit nga besimtarët dhe turistët. Por pas përfundimit të shtrimit të rrjetit të ri të ujësillësit, i cili ishte një hap i domosdoshëm për të shmangur ndërhyrjet e përsëritura në të ardhmen, tashmë ka nisur puna për abilitimin e plotë të rrugës. Projekti parashikon jo vetëm asfaltim, por edhe ndërtimin e infrastrukturës shoqëruese, si sistemimi i trotuarve, kanalizimeve dhe ndriçimit, duke kthyer këtë segment në një aks sa më funksional. Prej kohësh gjendja e kësaj rruge ishte kthyer në shqetësim për banorët, të cilët përballeshin me vështirësi të shumta në përditshmërinë e tyre. Për këtë arsye ndërhyra konsiderohet të domosdoshme dhe e mirëpritur nga komuniteti. Megjithatë, ndërsa investimet të tilla duhet të përshëndetur, është e rëndësishme që do të realizohen brenda afateve të përcaktuara dhe standardeve cilësore. Shpeshherë projekte të ngjashme në Vlorë kanë nisur me ritme të shpejta, por janë zvarritur në kohë, duke krijuar më shumë probleme se sa zgjidhje për banorët. Prandaj përveç nisjes së punimeve, vëmendja duhet të përqendrohet edhe tek përfundimi i tyre në kohë dhe cilësi, në mënyrë që ky investim të japë efektin e pritur dhe të kontribuojë realisht në përmirësimin e infrastrukturës dhe jetës së qytetarëve.